Projekti Shërbime Lëvizëse për komunitetet vulnerabël në Kamës ofron aktualisht 2 shërbime. Njëri shërbim ka të bëjë me ofrimin e terapive në shtëpitë e përfituesve, që janë kryesisht fëmijë me hapësi të kufizuara, po edhe grupe të tjera të cënuara në bashkinë Kamës. Shërbimi tjetër, i cili është më inovator dhe që është për herë të parë në Shqipëri, është shërbimi i transportit social. Fal këtij projekti kanë përfituar rreth 80 persona që është ofruar shërbimi në banesat e tyre dhe 250 persona të cilët u është dhënë mundësia për lëvizjen për të shuar plasë në shërbime të ndryshme si vizita në spitale dhe shërbime të tjera. Terapistët tanë që janë logoped, fizioterapist, edhe psikolog, shkojnë në shtëpitë e tyre sipas një kalendari caktuar dhe ofrojnë terapi 1 ose 2 ditë në javë. Çdo lloj projekti që implementohet për sa u përket shtresave në nevojë dhe veçanërisht për personat me aftësi të kufizuar dhe aftësi ndryshe, jep një impakt të jashtëzakonshëm për 3 arsye dhe 3 faktorë. Faktori i parë, një shpresë për këto qytetarë. Faktori i dytë, një ndihmë dhe për familjen. Dhe faktori i tretë, jep mundësi dhe tyre për të ofruar këtë shërbim. Shërbimi i transportit social. Në fakt është marrë si model nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, shërben persona me aftësi të kufizuar, me karike me rrota, apo dikujt tjetër që ka dobësi të tjera fizike apo të një natyre tjetër, që për shumë arsye kanë të vështirë që të përdorin transportin publik. Shërben për të vajtur në vizita mjekësore, për të marrë një dokument shtetëror kur ju duhet. Është një shërbim që i shkon komunitetit, i shkon secilit person në shtëpinë e vet sipas orarit të dakordsuar, e merr e çon tek shërbimi në fjatë e risjell sërish në shtëpinë e vet. Ne si bashki dhe unë si kryetar bashkie, e kam patur gjithmonë prioritet politikat sociale dhe politikën mbështetëse për shtresat në nevojë dhe për personat me aftësi të kufizuar. Ne kemi vendosur që ky projekt të vazhdojë të implementohet deri në vitin 2028. Një pjesë do jetë financim nga Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale dhe pjesa tjetër nga Bashkia e Kamzës. E para është detyrim njerëzor, moral, po dhe ligjor. Dhe për këto shtresa mendoj çdo kryetar bashkie dhe çdo individ duhet të jap maksimumin e mundshëm. Ideja për këtë projekt lindi në kuadër të aplikimit për projektin BE për kujdesin social. Unë e kisha parë dhe përdorur vetë në fakt në Itali shumë herë këtë shërbim. Më kishin marrë me një makinë të ngjashme nga aeroporti, më kishin çuar në spital, madje kam mbajtur edhe në koncert me një shërbim të tillë dhe kisha parë se sa i domosdoshëm dhe i nevojshëm është për komunitetet vulnerabële. Mjeti është plotësisht i aksesueshëm, është në të paktat mjete të tilla në Shqipëri dhe ideja ishte që ta sillim në Kamës me shpresën që të përhapej edhe në bashki të tjera dhe të zgjerohej si shërbim. Ky shërbim u mundësuar fal një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian në një vlerë 11.3 milion lekë të reja. Kjo bashkë me mjetin lëvizjes, projekti është implementuar nga Bashkia e Kamzës dhe Fondacioni së Bashku dhe monitoruar nga World Vision dhe UNICEF-i.
Me thënë drejtën, reagimet kanë qenë shumë pozitive. Ishte një moshuar, për shembull, që e çuam për të bërë një vizitë në spital dhe ishte kënaqur se kishte vite pa dalë nga shtëpia. Kemi me dhjetra mesazhe tjera falënderuese, nënash të fëmijëve me aftësi të kurizuar që nuk përdorin dot transportin publik për arsye të ndryshme, se fëmijët janë me autizëm, nuk durojnë dot shumë, nuk ndurojnë shumë mjediset e mbipopulluara. Reagimet kanë qenë nga më të mirat edhe kemi marrë vetëm urime edhe për transportin social, po edhe për terapitë. Këto projekte asnjëherë nuk mjaftojnë në mbështetje këtyre shtresave, por gjithsesi kur jemi bashk, mendoj që bëjmë gjëra të duhura për personat që kanë nevojë për dorën e secilit nga ne.